Përshëndetje ekipi STR-s. Përshëndetje për të gjithë ju partner të mi, partner lojal, persona të duhur që jashtëzakonisht ju falenderohem që më keni ndjekur, më ndiqni dhe do të më ndiqni. Po ju drejtojmë juve. Ky ekip ka pas një numër të konsiderueshëm të partnerëve dhe dikush gjatë këtij rrugtimi e ka gjetur qëllimin e vet, dikush ndoshta jo. Dikush tjetër ka kuptuar se çka kemi në dorë, dikush tjetër ka pas vetëm interes tjetër me ne. Dhe duhet jemi të qartë. Asgjë nuk bëhet nëse ne nuk jemi të qartë me veten. Siç e dini më, të gjithë ju operojmë në shtetet e Ballkanit, në shtete që mund të të falet gjithçka përveç suksesit. Por në momentin që ti ke këta dy punë, duhet të kesh të qartë që ke vetëm dy zgjedhje. Dhe zgjedhjet janë të punojmë dhe të ecim përpara ose të ankohemi dhe të mbesim në vend. Arsyeja pse po e bëj këtë video nga kjo zyrë që unë ndryshe i quaj zyra e shtëpisë ose home office, ndryshe, është që unë kam zgjedhur të punoj. Unë nuk kam zgjedhur të ankohem. Unë e di se çfarë persona mund të operojmë, se sa duhet që së bashku të ndërtohemi, të kemi ngritje individuale, të lexojmë, të kuptojmë, të qartësohemi, të punojmë në rrugtimin që ne e bëjmë, për arsye se nuk është e lehtë kjo që e bëjmë. Edhe siç e dini më të gjithë ju, unë punoj jashtëzakonisht shumë. Por dua t'ju jap disa fjali, disa metoda ndryshe, disa trike që ju me të vërtet ta kuptoni rëndësinë e asaj që bëjmë ne. Dhe ajo që ka të bëjë me atë që bëjmë ne është që pika e parë shumë e rëndësishme është duhet jeni të qartë me veten se çfarë bëni dhe pasi të jeni të qartë dhe të jeni të lirë në shpirtin tuaj, duhet të kuptoni se kanë ndiqni. Nëse jeni të qartë brenda jush, do të thënë jeni ju të parët që duhet jeni të qartë dhe e dini se kanë ndiqni dhe ai ka qëllim ta çojë deri në fund këtë që bëjmë dhe e mira është që kjo s'ka fund sepse ne në bazë të konsumimit përfitojmë dhe nuk ka ditë që nuk ka konsumim në botë në gjithçka, që nga uji, qumshti dhe buka deri tek pika e fundit e shitblerjeve. Duhet të kuptojmë se duhet të jemi ne ata individ që e shtim procesin përpara. Besoj që në këta fjali isha jashtëzakonisht i qartë. Po për të pasur sukses, unë si Drilon jam në këtë biznes nga viti 2020 dhe tani më është 2025. Unë deri diku po i arri 5 vitet e para aktive në këtë biznes, edhe disa muaj i bëj 5 vite aktive. Për çfarë mendoni? 5 vitet e para ka qenë suksesi më i madh i mundshëm? Absolutisht jo. Pse? Sepse për mu në 5 vitet e para unë kam qenë i qartë me veten. Është një fjalë që unë vazhdimisht e them. First 5 years you learn, then you remove the L. Second 5 years you earn. 5 vitet e para ne mësojmë dhe 5 vitet e dyta ne përfitojmë. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur dhe i përgatitur për 5 vitet e dyta, sepse për ju do të jem 5 vitet e para, sepse këtu asgjë s'bëhet vetëm gjithçka bëhet me ekip. Që të kemi sukses të jashtëzakonshëm unë dhe ju do ta bëni atë që unë kam bërë. Kam qenë çdo moment all in. Dhe kjo është ajo që të gjithëve juve ju them. Dua t'ju kërkoj dhe t'ju them diçka me të vërtet me rëndësi. Edhe pse nuk ankohem, kjo nuk do të thotë se e kam të lehtë ose e keni të lehtë të bashkëpunoni me mua. Ndodh që unë t'jem ndonjëherë edhe i ashpër. Ndodh që edhe të nervozohem, ndodh edhe që të gaboj. Po kështu është në Drilonin kur punon shumë. Kështu është ai momenti që të gjithë ata që i kalojnë këtë rrugtime janë ata persona që marrin përgjegjësi dhe për këtë ju kërkoj ndjes. Ndoshta dikujt prej jush mund të kemë bërtitur ose mund të kemë qenë më i ashpër se sa është e nevojshme, po më besoni që qëllimin e kam pas të pastër. Qëllimin e kam pas që të kemi sukses së bashku, sepse nëse në të dy palët nuk ka sukses, asgjë nuk arrihet. Dua t'ju shtoj edhe diçka. Dua të kuptoni të gjithë ju që unë nuk jam naiv të mendoj se krejt më duan. Gjithashtu, unë e di që edhe dikujt mund të pengoj. Unë e di që dikujt edhe nuk i pëlqej. Unë e di që nuk jam këtu që t'ju pëlqej. Unë jam këtu të punojmë së bashku. Unë jam këtu sukses të kemi së bashku. Të lëvizim gjërat së bashku dhe të kemi jashtëzakonisht përfitime së bashku. Dhe dua t'ju shtoj edhe diçka tjetër.
Shumë shpesh ka ndodhur që në fjalët që i themi, në postime që i bëjmë, në video që i krijojmë dhe në gjithçka tjetër, dikush edhe mund tallet me këta. Por duhet të kuptojmë edhe ne që jetojmë në një botë jashtëzakonisht primitive, një botë ngacmuese dhe një botë dashakeqe. Sidomos në rajonin ku ne jetojmë dhe veprojmë. Nuk duhen të na shohin mirë. Dhe kjo është realiteti kur këtu nuk të shan askush nëse është dikush më i arritur se ti. Po të shan dikush që gjithë ditën ri dhe ka zgjedhur të ri. Nuk punon dhe ka zgjedhur të punon. Dhe e vetmja mënyrë është të bëj humbje kohe duke bërë ndryshe i themi ne scrolling dhe duke humbur kohë në çdo mënyrë. Dua të shtoj edhe diçka. Për vite të tëra është krijuar një kulturë bullizuese, ngacmuese, talljeje, përbues, mund të jetë edhe ndryshe përbuzje që i themi ne, e qëllimshme ndaj dikujt që mundohet të ngrihet. Por realiteti është ky. Nëse unë kam vendim dhe besim që mund t'ja ndal, askush nuk mund të më ndal përveç Zotit. Dhe po ta them edhe ti të njëjtën. Ndiq ata që e kanë këtë lloj vendimi. Ndiq ata që dinë çfarë duan të bëjnë, sepse ndonjëherë ka kompani që kanë ngritjet e veta, rrënjët e veta, por nëse personi që ti ndjek e ka qëllimin e pastër, do të bëjë zgjidhje që t'ia dalim të gjithë. Dhe kjo është ajo që po ju them. Dhe duke mos humbur shumë kohë, nuk do të zgjatem më shumë, vetëm do t'ju them disa fjalë të shkurtra që do të kuptosh që nuk do të presësh. Dhe nëse ke zgjedhur të presësh që të vinë punët më të mira, mos e bëj këtë që e bëjmë ne. Sepse kjo që bëjmë ne nuk do të presësh. Suksesi e do shpejtësinë, por do të jesh i qartë me veten dhe i qartë se këndjek. Dhe absolutisht ji atij ku të gjithë ne jemi prezent. Sepse kjo është mënyra më e mirë dhe mënyra më eksakte. Të jesh prezent aty ku është ekipi do thotë që ndjek ata që ti dëshiron. E ke qëllimin e qartë. Nuk shkon ndryshe. Askush nuk e bën për ty. Të gjithë e bëjnë me ty. Që do të thotë, nëse unë e bëj për ty, i bie që vetëm njëna palë ka dëshirë të kemi sukses. Po nëse e bëj me ty, i bie që edhe pala jon, edhe ty personalisht që është pala tjetër, ka dëshirë ta bën dhe të ketë sukses. Kjo video është për ekipin tim, dhe unë jam i lumtur që kam një ekip të tillë, jam i lumtur që do të drejtohem të gjithëve në gjuhën tonë anëtare, gjuhën shqipe, që do të vjen dita që do të flasim ndoshta edhe në gjuhë të tjera, sepse jeta është përpara dhe qëllimi është i pastër. Që të kemi ekip gjithandej dhe po, mvaret prej nesh sa duam ta bëjmë atë. Jam shumë i lumtur që filluam këtu, filluam në shtetet e Ballkanit, në vendet ku flitet shqip dhe vazhdojmë atje ku me të vërtet meritojmë të kemi sukses. Dhe më e rëndësishmja për të gjithë ju është kjo. Çfarë mendoni? A do t'ja dalim? Është çështje kohe të tregohet nëse do të jeni të suksesshëm apo jo. Dhe për të gjithë ju që akoma nuk jeni në ekipin tim, këtu poshtë keni një link që të gjithë ju edhe mund të më kontaktoni. Absolutisht jemi krah hapur për të gjithë. Dëshirojmë që të kontaktojmë të gjithëve, dëshirojmë që të gjithë ju që akoma nuk jeni në ekipin ton të bëheni pjesë e ekipit ton dhe të kemi sukses së bashku, të përfitojmë dhe të jemi të lirë financiarisht. Ju falenderoj të gjithëve dhe është kënaqësi të jem lideri i këtij ekipi.